VMRO DPMN-ja sot ka reaguar ndaj preskonferencës së kryetarit të LSDM-s Zoran Zaev. Zoran Zaev gjithnjë e më shumë tregon se ndodhet në një kaos politik, i shtypur nga paralajmërimet e mëdha dhe rrahjet gjoks nga njëra anë dhe mos realizimit të premtimeve dhe efekteve të treguara para antarësisë së tij nga ana tjetër. Zoran Zaev është i ngarkuar me procedurat hetimore që janë ndaj tij për kriminalitet dhe sjellje jo ligjore dhe vijon të punojë për interesa të huaja dhe shpreson se në këto telashe që ka hyrë vetë me veprime kundërligjore, dikush tjetër do ta shpëtojë. Krahas kësaj, Zaev mendon se ai vetë ndodhet në telashe dhe arsyetimin e gjen që edhe të tjerët të involvojë tërë shtetin apo edhe tërë partinë e tij. Ai vijon që ta dëmtojë shtetin dhe këtë e bën në mënyrë të vetëdijshme, vetëm që tua ul rëndësinë kriminaliteteve të tij dhe veprimeve kundërligjore. Konstruksionet dhe montimet nuk do ta shpëtojnë atë. Dëshirojmë që ta rikujtojmë opinionin se në ditën kur në Parlamentin e Maqedonisë me presione politike nga komisionet kadrovike të LSDM-s ishin zgjedhur 167 gjyqtar dhe disa prokuror. Të rikujtojmë vetëm Melenqe Sofonievska, familjen Medarovski, nënën e Karolina Asterut, Dane Iliev, Branko Naumovski, Iliana Ingilizova dhe shumë të tjerë që ishin zgjedhur për atë se bashkëshortët e tyre, fëmijët, partnerët e biznesit ishin antarë të LSDM-s. Të njëjtit gjyqtar nga LSDM-ja kanë udhëhequr procesin e privatizimit dhe 200.000 njerëz ngelen pa vendet e tyre të punës. Incizimet e krijuara të Zaevit nuk do të fshejnë atë që të gjithë qytetarët e dinë dhe e mbajnë mend, thuhet në reagimin e VMRO DPMN-s.